Tani ne ftojmë Liridonin këtu, I cili do të na prezentoj laptopin më të ri, Pavilion HD më duket se ishte. Hap me ritmin, hap me klonin. Liridon. Po me zlan. Po kom qef kur po je këtu musafir se shumë pedën teknologjin, pedën teknikën. E të spjegon me pasion. Këto lën. Dini, ky është njëri prej modeleve më të reja të HP-s, më thoj modeli më I ri, se s'muj më shku si ta qet na me marrë. Më I riu që kemi në Kosovë. Po. Është njëri prej modeleve më të reja. Është HP Pavilion DV5, që është trashëgimtari I pavilionit 6500T. Veç të regëm qka I të pavilioni. Modeli Pavilion I HP-s është model multimedial, full multimedia. Do më thonë, mi krahasu me firma tjera, HP-ja me këtë sistem ja u ka kalu tanave. Me krahasim për shembull me Sonin, që për business class mendoj se është I parin. Po, kjo është multi. Për multimedia, unë I kisha dhënë përparësi këtij. Ky shuhet me procesorin Centrino 2, si që ka herën e kaluar, që është teknologjia më e re e procesorave. Centrino 1, jo, ka qenë dual core, çka është? Jo, dual core, Core to Duo, Centrino 1, Centrino 2. Do më thonë kjo është modeli fundit për nga procesori. Ka grafik pure HD, se do më thonë kualitetin prap e ka high definition, kur kem të bëjmë me lidhje me televizor high definition përmes lidhjes HDMI. Tjetër që ka karakteristik. Karakteristik e këtij laptopi është dizajni. Si që përshedini, vizlon në cilën anë të aksërsh. Edhe ngjyra ku ka diçka e kafte, unë nuk pas na pa. Është ngjyrë që shkelqen varësisht prej dritave. Është shumë përshtatje e mirë e ngjyra që ka bo HP-ja. Për këtë edicion I ka qitë me dy lloje të ngjyrave, me këtë ngjyrë, do më thonë që është e kushërrend, edhe ngjyra tjetër që është e hint, do më thonë me këtë lloj vizlime. Performancë tjetër që mas shumëti e karakterizon këtë laptop është Digitroni. Që mund me fokusu Digitronin? Që kjo është sistem multimedial, dhe më thonë multimedian me kontrolu krejt në dorë. S'ki nevoj as më qu, as me prek me tastaturave, as me rëshu far play-a kur gjo, krejt I dirigjon me Digitron. Shumë është teknologji tepër e mirë, tepër. Për ndryshe me këto, mund është me lonë në distancë laptopin dej 20 metra, edhe mu konë në gjumë tini, edhe ky starton jo prej stand-by, se në stand-by, për shumë, kur është televizioni, dhezet me Digitron, apo? E mo me nalë në pull a dhezet, nuk dhezet. E këto dhe nëse nalë në pull, edhe e inicializon me Digitron, ky dhezet me Digitron. Edhe mandej anis dirigimin, do më thonë, prej që tash dej 20 metra e ka wirelessin që e ka Digitronin. 20 metra, do më thonë, prej dhomës në dhomë, po më ishe lirisht me Prej dhomës në dhomë, lirisht më nëshme shu. Ky laptop ka për çmimi mas pare I këtij laptopit. A I ndrojna me që ata që e kena? I ndrojna, ja këtisën e ka tanë. Ky është I paparë, që përthej këta të Shqipërisë. A po? Po. Digitronit dhe më thonë, s'ka nevoj mu bajt jashtë dikona me harru ose me najgjo se E pas ka vendin këto që që e letësojnë pak amirit punën, për me pa këto. A përshë ku ka vendin? S'ka nevoj mu harru. Sa I bon bateria këti laptopi? Ky bateri, mas e ka procesorin Centrino 2, që harxhon mas pakti energji. Do me thonë tash po kujdesen me kone edhe laptopat me majt baterinë. Me majt baterinë edhe me harxhu sa ma pak rrymë. Ideja e procesorave është që sa ma shumë fuqi edhe sa ma pak energji. Se nëse harxhon për shembull shumë energji dhe harxhon për gjysore baterinë, atëherë ty nuk ty as më kon laptopi fuqishëm. Karakteristikë tjetër. Kush I përdor këto? Këta laptopa zakonisht rinia I përdorin. Kisha me cek moshën prej 17, 18 deri 25, 26 deri 30. Pasi është për tinajzera kisha mujt me thonë. Direkt, po.
së është multimedia edhe përkrah çdo send që ka për shembull lidhje me telefona, lidhje për shembull me high definition HDMI, ka eSATA out, që do më thonë lidhet direkt me hardishet kompjuterave, të PC-ve. Sa kushton ky Çmimi i këtij laptopi sillet prej 800 eurove, deri 1600-1800 euro është maksimumi. 1800 euro vjen me 8 giga RAM, do më thonë është prej sistemeve që ka kalu se deri para 5 muajve, dini, janë konë laptopat up to 4 giga. Do më thonë, mas shumëti që kanë mujtë me bajt, janë konë 4 giga RAM. E që tash, që kjo teknologjia e re, e mroma e fundit, këta janë të bajt prej laptopa për foli. Se ka prej PC-ave që kanë 16 giga, 32 giga. Je ka e bon shumë, për spjegon shumë mirë dhe je ka e bon super, pa punon kjo vetë. Jo, nuk punon vetë, për prapë do më thonë, na duhet me inicializu sistemin edhe me formuna. Faleminderit Liri, dhe ka shpatë për sot mirë ta kofshim në kurën e ardhshme me sigurimin e laptop tjetër të ri, apo diçka. A kemi me ndru teknologji? Se me laptopa thënë, këta që murë vesh laptopa thënë. Ani, laptopat për kemi. Ma të mirët janë. Po, faleminderit shumë, ne vazhdojmë tutje me Libertën e cila, su pas ka prish frizura prej borës.